Ekipi Kuksit ishte një ndër skuadrat që bëri shumë lëvizje në mërkatën e dimrit, ku bëri largime thelbësore, por njëkohësisht edhe afrime në mas. Mario Beshiraj, Francesco Hase dhe Franci Lala lanë një boshllëk jo të vogël në ekip. Për këtë arsye drejtuesit u munduan t'i kompensonin me afrimet të cilat me sa duket tani kanë nisur të japin efekte të para, shkruan Panorama Sport. Në ndeshjet e para të vitit, skuadra po haste vështirësi edhe për shkak të këtyre lëvizjeve të shumta, por tani duket se lojtarët kanë arritur të përshtaten dhe tekniku Fation Tafaj po merr maksimumin e mundshëm nga ata. Ndër futbollistët që kanë spikatur nga afrimet janë padyshim Nes Fushori, Clarent Fejza, i afruar vetëm para pak javësh dhe menjëherë është adaptuar në formacion dhe ka sjellë eksperiencën në mesin e fushës. Dy afrimet nga ekipi i Vorës, si sulmuesi Argel Avdiu, që po rigjen golat dhe mesfushori Oxeralt Sefa janë kthyer gjithashtu në pika të rëndësishme për Kuksin e këtyre ndeshjeve të fundit, pa harruar edhe mbrojtësin Jackson Ferreira, që ka sjellë shumë eksperiencë në prapavi. Me pak fjalë, këto ofrime dhe jo vetëm duket se po i ndryshojnë pamjen Kuksit në pikën kulminante të sezonit, të cilët me sa duket kanë arritur të shkrihen plotësisht me pjesën tjetër të skuadrës. Gjithsesi mbetet për tu parë se çfarë do të bëjnë në ndeshjet në vijim, ku do të tentojnë të largohen nga zona e play-outit.